Dhe për japë një shembull të dashur vëllezër. Njëri prej dietarëve të mëdhej, Imam Maliku, thuhet sepse ka qenë për një familje të shumë të ndershme. Jo rastisht Allah e ka bërë dietar të madh. Thuhet nëna vet e ka pyet në atë kohë imamin e Medinës, ka thonë unë jam e varfër dhe jam të rrit një jetim, por Imam Maliku ka fjalë. Thot a kam të drejtë fetarisht lampën, atëfar lampa që në të nërë, i kanë vendosë në për rrugët e xhamia pejgamberit, ka thonë e kam halal nëse nalë në natën të lampa edhe i kepi teshat. E kam halal ajo këtë mund. Te i këtu e kanë pas sinceritetin një jetën se bote, kanë pas frikë për haramit dhe punë të këqija. Në transmetohet vëllezër që Imam Maliku, kur ka qenë i ri, nëna vetë e ka qunë në xhami. E ka thonë o birë jam, shko thot të kandi në xhami ku spjegohen hadithet e pejgamberit. Edhe ky ka shku. Mas një kohë të shkurt nëna vetë e nalë për xhamis. Për ati djetarit madh që kam su Imam Maliku. E nalë një të shmellën e 2 javë. Mas 2 javë i thot, tash shko apet. Thoj nane, pse më nale një herë tash më qove? O birë jam, thot nale sepse i mësove do hadithe që folin për sinceritetin e dashta me dita i kim praktika jo. Se nëse se kim praktikë s'vyn dia, teoria e thotë. Dhe një prej atyre thot, e kam mësu për Resulullahit, nuk rran muslimani. Zgënjen, edhe këtë botë me këthimin janë. I thanë, ja Rasulullah, mund me kanë muslimani kopras. E do pasurin s'do me dhanë, tha mund me kanë. Pa mund me kanë demel, tha edhe demel mund me kanë. A mund me rejt muslimani, tha jo. Pse? Se prej këtu i të fillon e keqja mo. A na sot jemi të jam mësu fëmijëve tonë arktrimin e rrenës. Por gjithë shka të sum bisedon me ta pa ta bani një gënjeshtër, satroha. Pse? Sepse shoqëria jo e sinqert. Edhe a keni pa atë fjallën e famshme, edhe mos e përdor një ma gjematin dërshëm. Kur thot i drejti vesh në bunar. Kjo me justifiku gënjeshtërën. Allahu ka thonë i drejti fiton dunja dhe në ahiret. Wallahi gënjeshtari dhe i shtremti ka mu fundos në bunar. Jo i drejti. Mësohet fëmijën tanë me kanë i drejtë, më së tutë.